Duke nisur nga data 1 janari vitit 2016, asnjë kompani nuk do të ushtrojë aktivitetin e saj, qoftë me koncesion apo leje shfrytëzimi, përpyet me qëllim përfitimi duke përfshirë edhe eksportin. Ultimatumi vjen nga ministri i mjedisit Lefter Koka, i cili tha se dëmi akumuluar për gjatë viteve në pyje shkon deri në 40 milion euro. Thënë në pak fjalë, ne kemi një dëm mesatar vjetor në pyje për rreth 30 deri në 40 milion euro. Gjatë raportimit në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese për buxhetin e vitit 2016, numri 1 i Dikasterit të Mjedisit e konsideroi të pamjaftueshëm buxhetin e akorduar, ndosë është 49% më i lartë se një vit më parë. Debati për mbetjet ishte gjithashtu në fokus të diskutimeve në Komisionin Parlamentar, ku kreu i Mjedisit Lefter Koka njoftoi ngritjen e një landfilli të dytë në Tiranë. Pikërisht sot ne kemi takim me kryetarin e Bashkisë Tiranës së bashku me IFC-n. Ato janë në prag të marrjes së një vendimi për ndërtimin e një tjetër landfilli afër Tatis Sharës, do të bëhet i kapsulimi i landfillit ekzistues. Duke ju rikthyer situatës kritike të sipërfaqes së pyjeve në Shqipëri, Ministri i Mjedisit propozoi shpërsim në kodin penal për gjithë ata që shkelin rregullat e reja të moratoriumit. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Instat, vetëm për 10 mujorin e parë të vitit 2015, nga eksporti i prodhimit të drurit dhe të letrës, buxheti të shtetit i janë shtuar 6.8 miliard lekë nga 7.5 miliard që janë gjeneruar një vit më parë. Pas këtij moratoriumi, këto para do të mungojnë në buxhet.